Ishte një histeri e frikshme dhe serbët kishin kalu një lloj ekstaze të një nacionalizmi primitiv dhe një nacionalizmi agresiv. Dhe krejt ajo fest në fakt ishte një lloj ambalazhi i projektit të Serbisë së Madhe. Ishte për të arsyetuar projektin ose pretendimin e krijimit të Serbisë së Madhe. Dhe të gjitha parullat ishin se Serbia historikisht është e dënuar. Zundhausen që përmend thot historia nuk është ndonjë përzgjedhje, por Serbia thot ka zgjedh ta marrë atë parullën që historikisht është e përvojtur, që në fakt nuk është, sepse studimet serioze historike perëndimore tregojnë që betejë e Kosovës nuk ishte një betejë vendimtare historike, u bë më vonë si instrument dhe kisha serbe përdori mas krijimit të shtetit serb në Kongresin e Berlinit dhe u përdor më shumë si një lloj platforme politike për të arsyetuar ambiciat e Serbisë së Madhe. Dhe por nga ky këndvështrim, shqiptarët e Kosovës manifestimin serb e përjetuan si një lloj shantazhi, si një lloj kërcënimi, sepse atëherë ishin parullat na ile shumë evidente. Ne dua marrë, shqiptarët të duhet të shkojnë në Shqipëri, Serbia është e jona, dhe domethënë kishte parolla që ngjanin me ato parollat që i kishte bërë domethënë Hitleri, që Gjermania është vetëm e gjermanëve, hebrejt duhet të largohen, dhe kishte një lloj paralele, por betejë e Kosovës unë mendoj që ose 600 vjetori që u festua, vjen në kohë kur po ndodhin ndryshime të mëdha gjeopolitike, po përfundonte lufta e ftohtë, po vinte një rend liberal që ishte kundërshtim me politikat e vjetra të Serbisë. Dhe po e përmeni dhe më pëlqen shumë se është Zundhausen edhe autori i Serbisë